Jo, dini që si komik asnjë takime, e kam takuar Albin Kurtin, normalisht që kolegët e ish opozitës i takoj edhe ma lehtë edhe ma me dëshirë. Pra, po e shihni që po vazhdon abuzimi i të drejtës kushtetuese e cila i takon partisë së parë për ta propozuar një kandidat dhe në mungesë shumicës parlamentare për ta zgjedhur atë kandidat apo atë kandidate, lëvizja vetëvendose e ka marrur shtetin peng dhe po i mban konstruimin e institucioneve peng. Ky është një degradim për cilin asnjë se kemi paramenduar që mund ndodhë ndonjëherë. Ky është edhe dhunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse pas nesër bëhen 3 muaj që i kemi mbajtur zgjedhjet dhe ato zgjedhje e kam prodhuar këtë përbërje të kuvendit, e cila e ka për obligim që ta konstituoj kuvendin e Republikës Kosovës, organizmin, institucionin ma përfaqësues të secilit qytetar, por tendenca imponuese e lëvizjes vetëvendosje, mos pajtimi i tyre me faktin që s'kan shumicë dhe s'do të kenë shumicë parlamentare, po e mban peng këtë proces dhe e kalon Kosovën pa institucione legjitime. Si Partia Demokratike të Kosovës, ne kemi qëndrimin e njëjtë që kemi pas që nga fillimi. Ne besojmë që vendi duhet me i pas institucionet e konsoliduara, që kuvendi duhet me u konstituu dhe se qeveria e re duhet të votohet, por për ndodhur kjo, se cili duhet ta luajë rolin e vetë përgjegjësinë që ka marrë nga qytetarët, por në radhë parë partia që ka dalë e para. Zgjidhja është tashmë evidente. Duhet me undru kandidatja e cila ka dështu dhe do dështoj sa herë që të vjen në kuvend, ndaj edhe një herë ftoj deputetin Albin Kurti që të na tregoj a ka ma të rëndësishme Albulena Haxhiu na 1 milion qytetarë që kanë votu në zgjedhjet e 9 shkurtit, sepse nga ajo që kemi pa deri tash, Albulena Haxhiu është më e rëndësishme për të dhe për vetëvendosjen se sa votat që i kanë marrë ata. Si që dini, sot kam mbledhjen e kryesisë, është mbledhje rregull që ta dini, ne mbajmë mbledhje të mërkurave dhe do ta diskutoj me kolegët e mi këtë propozim që tashmë e keni pa dhe ju në media, kam lexuar dhe unë e që e ka dhënë zoti Abdigjiku. Sa po të përgjigja që këtë çështje do ta trajtojmë në mbledhjen e kryesisë. Nuk ju jap përgjigje para se me I respektu kolegët. Fillimisht do të bisedoj me kolegët e mi, të cilët e kanë besimin e votuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të cilët e kanë edhe përgjegjësinë si organ ekzekutiv. Po normal, po një herë do të diskutoj me ta, juve ju njoftoj se s'është shumë vonë, sot masdite do t'ju tregoj. Megjithatë, çka I duhet Kosovës është konstituimi I kuvendit edhe I duhet një qeveri. Ju preferencën time e dini prej fillimit edhe angazhimin e Partisë Demokratike të Kosovës e dini prej fillimit, por normalisht që ne jemi të hapur, jemi të vetmit që kemi diskutuar me krejt. Unë e kam taku të gjithë. I kam taku bashkë se cilin lider. E kam taku edhe Albin Kurtin, sepse ne si PDK, kulturën tonë politike kemi dialogun, jemi të gatshëm me I dëgju tjerët edhe kur s'na pëlqejnë, edhe kur pajtohemi, me pas cilat janë mundësit me I dhonë venit institucione së qytetarët nuk na kanë votu për me ardhë këtu çdo 2 ditë dhe me u tallë me ta një kryesues I kuvendit të cilin e kanë marrë peng edhe ato lëvizja vetëvendosje duke ja imponu çka me bo e ai nuk shkon as sipas skenarit që ja ka dhënë sekretaria. Pra, ne kemi përgjegjësi ndaj qytetarëve, kemi përgjegjësi ndaj votuesve tonë, por edhe ndaj atyre që s'kan votu fare, si janë qytetarët e Kosovës. Dhe për këtë arsye, unë jam I gatshëm I dëgju të gjithë, jam I gatshëm me komuniku me të gjithë dhe me I dhonë një zgjidhje e cila është meritore për vendin tonë. Kështu që edhe për këtë çështje që e di që prej dje e keni me rëndësi me përgjigje, kam qenë shumë transparent, ju kam thonë sot do t'i takoj kolegët e kryesisë, ka rastis që tjetë edhe mbledhja rregullt dhe normalisht që pas asaj do t'a jap edhe një konstatim për sa I përket propozimeve konkrete. Urdhno.
A nuk kupton kjo që do të shkojni në takim qoftë edhe nëse nuk pajtoheni për qeverinë e tranzicionit me shqiptar që deputatët keni refuzuar? Jo, dini që si kom mik asnjë takim, e kom takuar Albin Kurtin, normalisht që kolegët e ish opozitës i takoj edhe ma lehtë edhe ma me dëshirë. Ka nimat për qeverinë. Atë pse të zgjidhni situatën me këto parlamentarë, pastaj të fytyrë rrobën ju, nëse do të ndosën në klasë të ka nimat për timin e qeverisë. Interesant që pyetje ma ka bë edhe Albin Kurti. Po unë nuk menoj që ne duhet me dhunu këtë, nuk thash që është pyetje, unë veç thash që të njëjtën pyetje nga bë pse s'po zhbllokoni. Nuk mundem me dhunu kuvendin duke ja vendosur me votat tona në krye një person i cili nuk i bën nder këtij vendi. Nuk i bën nder këtij kuvendi. Nuk mundem me bë kryetare të kuvendit dikën që ka polarizuar këtë kuvend. Dikën që ka hedh gaz lotësjellës në sallën e këtij kuvendi. Nëse kish pas votat Albin Kurti, ne kishim punu. Nashta na e zgjidhi edhe më të keq se sa Zoja Haxhiu. Po ai si ka vota, as si ka për vete më bë kryeministër, as si ka për Albin Haxhiu më bë kryetar të kuvendit. Dhe në situatën aktuale nuk mundemi ne qoftë as për pushtet me e dhunu institucionin më të rëndësishëm vendit tonë. Është zgjidhje shumë e thjeshtë. Duhet me sjellë një kandidat apo një kandidate që për një me mundet me marrë 61 vota spaku, dhe ju e dini që ka tillë. Tashmë ka dhe emrat që dihet që do të kalojnë. Por ky sistem i Albin Kurtit, vetëm për Albin Haxhiun, përtej që nuk është as i arsyeshëm, përtej që është i dëmshëm, përtej që është i gabueshëm, vërtet është për mendimin tim edhe fyse ofendues ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse po e përsëris, i bie që më e rëndësishme është Albin Haxhiu se sa rreth 1 milion qytetarë që kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit, e që kanë votuar për me dhënë vendit institucione. Unë ju falenderoj dhe besoj komunikojmë sot.